kur i shoh disa piktor vjen shumë interesant, ka artist për shembull 26 vjet jeton veç prej pikturës. Ashtrohet pyetja çysh jeton ai prej pikturës, çysh e mbulon për shembull shpenzime ditore, rryma, ato tash ti mos i llogaritim gjitha, po edhe ushqimi, veshja e krejt. Ka njerëz që ja dalin, por normal që ata nuk mund pasurohen edhe se kanë jetën luksoze. Po ata që e dojnë artin vërtet edhe që nuk i llogaritin ndoshta ato financat, ata dhe mbjetojnë në art. Bilëm kujtohet Bekim Fëmijë pa thonë një fjalë, theke mbjeto me profesionin tonë, pavarësisht o gazetar ai artist. Shfrytëzoje veten profesion tonë për përfitime materiale. E unë mendoj që ajo thënia e tij është shumë e saktë, që nuk bën mu zhgënjy as regjisorët, as piktorët, as aktorët, as muzikantat, në asnjë fushë të artit. Duhet, po shtetit e na, tash nëse marrim pak edhe shtetin sa ju ndihmon artistave, këtu vitet e fundit situata është pak më mirë, krahas me para 10 viteve ose 20 viteve, ku tash për shembull ka edhe për blerjen e veprave, subvencione siç e Ceku edhe Avnia, ose edhe janë vetësuar edhe vetë njerëzit. Sepse e vlerësoj një pikturë, për shembull, me qenë se folëm për piktorin. Vetëdijsimi i pikturës hala nuk ardha e vetëdia, është ndoshta edhe mungesë kritikës për mu jap hapësirë kritikëve që ta diskutojnë çka është një pikturë origjinale dhe çka është një pikturë që reprodukohet.